Miftinia e Shkodër vazhdon shpërndarjen e ndihmeve të Ramazanit, këtë herë ishte në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar mendore. Dega Shkodër, zëvendës miftiu Arben Halluni tha se muaji i Ramazanit është muaji i solidaritetit, ndihmës, përkrahjes dhe mbështetjes së shtresave të ndryshme në nevojë. Miftinia e Shkodër vazhdon shpërndarjen e ndihmave humanitare me rastin e muajit të begat të Ramazanit, në shenjë solidariteti dhe përkrahje për ata që kanë nevojë më shumë. Sot pikërisht jemi të kjo shoqata me aftësi mendore. Sigurisht Ramazani është muaj që na nxit më shumë për bujari dhe me shirë, dashuri për njëri tjetrin. Ka dhe njerëz besimtar të xhamive tona, por edhe jashtë xhamive, të cilët shprehin frymen e përkrahjes, solidaritetit, jo vetëm nëpërmjet dhullimit të ndihmave, por edhe të shtrimit të iftareve në sofrat e begata që i kemi çdo natë në xhamia dhe qendrat e Shkodrës. Dhe unë shoh si një rritje pavarësisht vështirësive ekonomike që kanë njerëzit, por fryma e solidaritetit dhe humanizmit vazhdon të rritet gjithnjë më tepër. Shoqata e personave me aftësi kufizu falenderoj Miftinin që na rrin afër në këtë ditë të mallnueshme të festave Ramazanit, Bajramit. I falenderoj shumë nga zemra për këto prind që kanë këto fëmijë të smur dhe janë në vështirësi ekonomike. Këto institucione, sidomos Miftinia, i ndihmojnë sadopak në këto festa që t'i festojnë e të njihen barabartë edhe me tjerë që janë vështirësi ekonomike. Shpërndarja e ndihmave të Ramazanit do të vazhdojë në ditët e ardhshme, ku në total Miftinia e Shkodër parashikon të shpërndajë të paktën 1000 pakë ushqimore për shtresën e nevojë gjatë muajit të Ramazanit.